A lejo të shkojmë të çojmë biskota ose një ushqim të vogël te varrezat, sepse këta të shtëpisë po më thonë që është mirë me çu biskota ose ca ushqime te varrezat. Po sa e rëndë kjo për Zotin. Kjo është shumë e rëndë. Me çu ushqim varreza thot. Biskota, karamele. Hajde inshallah, Zoti i fal, Zoti më shoh. Ndoshta kjo mund të ketë një origjinë tek ajo gjasme që shkojnë njerëzit i hajnë aty dhe merr sevape i vdekmi. Po ku shkon hanë karamele, biskota në varreza? E di, se pas pakur ishim kështu në shkollë, atë ke varrezat të finës. Shkojshin çunat nga shkolla ke varrezat. Bëshin tavafa në shifshin në i gjo, që ka në i gjo, në i lek, në i gjo. Khajnë shalë, nuk është e këshilueshme një gjë e tillë. Nuk është e këshiluar dhe është bidat në islam që një ju të vendosit tek varret lek, ose kandil, ose qiri, ose biskota, si thot pyetja, apo çokolata, apo pije freskuese, apo gjëra të tjera. S'lejohet, është bidat. Nuk funksionon kjo gjë.